Në Kur'an ekziston kjo fjalë? Jo. E çish do ti me shpjegu fenë e turkut me fjalën e shqipës? A shkon kjo punë? Secili njeri lind me fenë e tij, vetëm shqipja e ka. Mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit të shqiptaria. Se zakonisht thënë shqiptaria nuk ka fe. Mirë be, që e morë, shkojmë të dhjata e re. Dhjata e re na observun gjuhën, thojnë greqisht, apo? Ti mendon që shqiptaria vetëm pak. Edhe shkojmë e këshimi, që kjo fjala feja, përdoret në dhjatën e vjetra, o shkrujt ju. Në dhjatën e re ju. Në Kur'an ekziston kjo fjalë? Jo. E çish do ti me shpjegu fenë e turkut me fjalën e shqipës? A shkon kjo punë? Nuk shkon. Kelma F në rënditjet të alfabetit shqipës është me numër 9. Po? 9. Fëmija, kur t'i bëje 9 muj, është tel në dynjë. Njëta, po. Lindje e rregullt. Tim Shkupje dhe Ride e kalon German F në rënditje me numër 9, apo e lan ato burrat që mbledhën në manastir? Mirë, pa ato burra kur janë mbledhën në manastir, ka pas njerëz edhe në Kosovë edhe këtu që i kanë qenë qafira. Me German F fillon fjala fjalë. Fe. Po shkojmë te ajo far. Far. Fekondim. Po. Fetos, foshnje, fëmijë, familje, ftyrë, flokë, gjithçka ka të bëjë me natyrshmëri. Secili njeri lind me fenë e tij, vetëm shqipja e ka. Të na kthen te Pashkovasa me këtë punë. Po jo, është formula e suksesit. Në një moment jetik për shqiptarët, kur ishin të kërcënuar. Mirë, po jo si Reshad Arbona që ka ndryshuar tekstin, thotë mos braktesni kisha e xhamia. Jo, mos shikoni kisha e xhamia, feja e shqiptarit të shqiptaria.